në aleancë asnjëherë në asnjë takim nuk është diskutuar që a bëhet fjalë për të kaluar pragun apo jo. Ne flasim me shifra dyshifrore, e kisha quajtur, për numër të deputetëve. Këtë e them dhe bazoj në faktin se aleanca është shumë mirë e organizuar dhe e konsoliduar, duke filluar nga niveli më i ulët i strukturave, pra në degëve, pastaj degëve, si dhe në nivelin qendror, gjitha organizimet për mbajtjen dhe organizimin e fushatës që bëhen, ato janë mirë të planifikuara dhe do të shkojnë sipas agjendës. Kjo në kupton se aleanca është një parti subjekt shumë stabil, është mirë konsoliduar dhe presim për krahje edhe më të gjerë, sepse ne vazhdimisht kemi treguar se jemi parti për shtetformim, për institucione dhe për sigurinë e vendit.